Ne mendojmë që nuk e krye misionin mirë nëse nuk flasin për Big Brother. Patjetër duhet. Në fakt ka natyrë shumë prej atyre që më interesojnë për të biseduar, për të marrë opinionet të ndryshme për atë që ndodh. Tashmë në Big Brotherin e Shqipërisë me shumë dinamika që po shkon edhe ai drejt fundit. Eltonin e kemi si zakonisht në tema jo shumë shpejt, por gjithsesi atëherë kur e kemi e dim që do të hedh bombat e tij. Elton, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, mirë se u gjeta. Moti mirë, në Tiranë. Moti mirë, po me ca re të zeza në dukje, një lloj si në Big Brother, me re të zeza këtë prajmin e të shtunës. Sot nuk bën tankomi asnjë në Kosovë, të paktën në Prishtinë e kemi motin e mirë. Elton, le të nisim nga ajo që ishte kryefjalë mbrëm që ndodheja, ky nominimi i fortë që bëri Miri, por shumë interesant se si për këtë nominim po hidhen teza të ndryshme, që në fakt është një nominim për finale e kështu me radhë. Si e pe? Unë do ta quaj një nominim produksioni dhe jo një nominim finaleja. Më duket një gjë, kam përshtypjen që posajohet për të nxjerrë Gimbo dhe më vjen shumë keq për këtë rast, sepse Gimbo është nga ata përfaqësues që unë më vjen keq që duhet ta quaj përfaqësues të Kosovës, por është realisht një nga ato lojtarë shqiptar që mua më pëlqen, që është shumë pozitiv. Nuk e di pse është kjo mania që në Big Brother duhet të jesh patjetër një njeri që bën debate të ashpra apo gjëra të tjera. Sa po kaluan 2 avion luftarak mbi qiellin tonë, kështu që shpresoj mos jenë nga ato të këqij. Se ktheva kokën e pëlqeu se u duk çudi, po ko lufte tha jemi, kështu që shpresoj që të jetë nominim normal dhe jo nominim produksioni. Unë dyshoj për këtë gjë, them që është nominim produksioni. Është e tëra një, dëgjoj. Nëse juve shikoni se si unë nis Prime Mbrëm ishte shumë i qartë që ishte një Prime i fokusuar vetëm midis Mirit dhe Selinës. Që do të thotë, produksioni ka kuptuar që ky çift shet. Çfarë do të thotë? Do të thotë që njerëzit kanë interes për të parë. Dhe çfarë do bëjmë? Hajde zgjedhim Mirin si lider jave. Miri nuk e ka këtë popularitet, madje në Shqipëri kanë shpërthyer memet më njëherë pas kësaj, ku publiku zgjodhi Mirin dhe poshtë është publiku që është vetëm një person. Kështu që unë mendoj që kjo është bërë tëra që Gimbo të dali, që të ketë mundësi Miri dhe Selin të riafrohen njëri me tjetrin. Pra, që ta rikthejnë në raportin mes tyre, kjo është ideja. Të kthehet në raportin dhe është një raport që është i sforcuar. Çdo gjë që është e sforcuar dhe nuk është natyrale, është e destinuar të jetë e shëmtuar. Okej, pra ti Mirin e shet të rrezikuar, nuk më fal Mirin, Gimbo në shet të rrezikuar në këtë. Më vjen shumë keq, unë e dua jashtëzakonisht shumë. Gimbo është nga ata lojtarë që unë e dua jashtëzakonisht shumë. Mateo nuk del sepse ka gjatë një histori me Brikenën, të cilën do ta shfrytëzojnë në maksimum deri në fund, po bëhet çdo lloj gjëje e mundur për të pasur Mateun dhe Brikenën një çift dhe që nuk po i arrihet. Nuk po arrihet akoma në këtë Big Brother, është i pari Big Brother që nuk po krijohet një çift realisht, Kështu që ata po synojnë për të bërë Brikenës bravo i qoftë, sepse po tregojnë që është një vajzë që ka karakter, është një vajzë që nuk mund të përdoret për të krijuar çifte, është një vajzë që nuk përdoret për të rritur shikueshmëri në një formati që le të themi të vërtetën këtë vit është i dështuar dhe Big Brother VIP Kosova këtë vit ka qenë on top dhe ka dalë në paqë defektet e mëdha që ky Big Brother në Shqipëri këtë herë pati. Pse ishte i dështuar dhe pse ku ishin problemet kësaj radhe në këtë edicion? Ja pra, po të them unë, çdo gjë është e stisur. E para, po ta marrësh nga kjo, nga të tërë banorët që kanë hyrë në fillim, po ta vësh re, sepse ne shpeshherë harrojmë shpejt, po nëse ti do ta vësh re, banorët që kanë ngelur janë shumë pak nga ata që kanë hyrë në fillim. Domethënë janë zëvendësuar të tërë. Pse bëhet kjo? Kjo bëhet për t'i dhënë një lloj dinamike, sepse kur shikohet që nuk ka dinamik, hajde të bëjmë dinamik. Është futur Rogerti, lejohet, tolerohet Rogerti të fyej, të ofendojë, të çojë zarfet të zi, dhe zarfi i zi merret lahet me aqe dhe me 90 gradë dhe nuk arrihet të bëhet zarfi i zi realisht siç duhet të jetë zarfi i zi. Që do të thotë? Janë disa gjëra që normalisht janë të dukshme. Ne si publik, për shembull këtu në Tiranë, nuk po e pëlqejmë, nuk po e shijojmë, nuk është më ai Big Brother, ose ne jemi bërë kaq shumë ekspertë dhe kemi ndihmë çdo lloj lëvizje të mundshme që do ndodhi. Kjo që është, që jemi bërë shumë ekspertë. Po është edhe kjo, jemi bërë kaq ekspertë sa që ndihmë çdo lloj lëvizje të mundshme që do bëjmë produksioni. Pritesh e dje që nga Miri do kishte një nominim të tillë. Të tërë prisnim dhe faktikisht ndodhi.
sepse u duk gjatë gjithë kohës që po bëshe kjo. Big Brother VIP Kosova tregoi që nuk fitohet Big Brother nga debati, nuk fitohet nga sherri, nuk fitohet nga sharri, nuk fitohet nga ofendimet. Jo, Big Brother mund ta fitojë edhe një njeri pozitiv, një njeri që bën hajgare, një njeri që nuk ka turp ta tregojë të shkuarën e tij. Nuk ka turp të tregojë për ardhin e tij. Dhe ky ishte një mësim shumë i mirë për Big Brother VIP Shqipërinë. Po, dhe a je pra ti me këtë idenë që shumë po e thonë që në fakt Gjesi, tani edhe Lundrimi kanë arritur të ndryshojnë pak të trendin në Big Brother, pra që Big Brotherin mund të afitosh duke qenë vetja, duke qenë arktus e kështu me radhë. Po, por ka një ndryshim shumë të madh. Unë Lundrimin e shikoj si fenomen, si një lloj si shikoja Luizin. Dhe Luizin në një formë dhe Lundrimin në një formë tjetër. Janë mbi të ndryshëm, po fenomen brenda llojit të tyre. Ndërsa Gjesti prap ishte njëri që krijonte konflikte. Me atë lojën e tij shpeshherë që e çonte drejt limitit, lojtar shumë i zgjuar, për të thënë vërtetën, pavarësisht se unë kam mbështetur Rozanën për shkak të miqësisë 25 vjeçare me të. Po Gjesti tani t'i japim Cezarit atë që i takon Cezarit. Gjesti për mua ishte një nga lojtarët më inteligjent. Arriti të nxirrte nga shtëpia 3 njerëz me zarf të zi. Mori lopatën, hyri në shtëpi, hapi gropat dhe vetëm shtunte njerëzit. Kështu që për mua, por prap ishte konfliktual, ndërsa Lundrimi ishte kreti të gjë, ishte një njeri shumë i qeshur, shumë happy, edhe kur diskutonte, kishte edhe batutën mes, të bënte edhe për të qeshur, ndryshe nga çdo lojtar tjetër. Prandaj unë e krahasoj shumë edhe me Luizin. Ndërsa këtë vit për shembull kemi Rogertin që, okay, është lojtar i fortë, absolutisht, është një lojtar, është e keqja e domosdoshme. Është antagonisti që duhet patjetër në shtëpi. Po ka kaluar çdo limit. Dhe kur ti shikon që nuk penalizohet, sepse nuk është penalizim, ta vësh çdo javë në nominim, nuk është penalizim. Po. Është gjëja më e mirë që mund t'i bëhet. Se derisa fole për Gjesin edhe ata zarvat e zi, më kujtohet një moment te pik, nuk e di nëse është dhe në memorien tonë, kur fansat i dërgonin këto mesazhe dhe njëri prej tyre ishte për Gjesin që Gjesi mos u dorëzo. Dhe reagimi i pik i Dajanës ishte po ku mos u dorëzo ky një pas një nxjerr me zarf zi. Jo, domethënë ishte thash realisht Gjesi ka thyer çdo rekord të nxjerrjeve të banorëve me zarf të zi. Domethënë ishte Luiz Elli që nxori pa dashje 2. Pa dashje, po Gjesti nuk e kishte pa dashje, Gjesti e kishte synim loje, e kishte strategji të tij, ëh, unë prandaj them që Gjesti ka qenë nga lojtarët më të zgjuar. Thash, pavarësisht se në tifozllëk neve bëjmë tifozllëqet tona, por t'i japim Cezarit atë që i takon. Gjesti për mua ka qenë nga lojtarët më të zgjuar, ka për të ngelur një tit, ka për të qenë një fenomen në llojin e tij, siç është Luiz Elli në llojin e tij dhe siç është Lundrimi në llojin e tij. Na vjen mirë që është kështu natyrisht presim edhe nga Lundrimi me një djalë i ri dhe kemi thënë edhe më herët bashkë me Aidin këtu që nuk ishte vetëm fitore në një format, por edhe një mesazh i fortë që ëndrat mund të realizohen dhe duhet ju qëndrojmë pas. Pikërisht. Nisur nga kjo, të lutem dua të shtoj vetëm diçka. Kam vënë një lloj urrejtje nga ana e publikut, jo nga ana e publikut, por nga ana e disa gazetarëve shqiptar të Shqipërisë, të cilët kanë sharë, kanë ofenduar, kanë krijuar video me AI për të ulur sa më poshtë formatin Big Brother VIP Kosova. Më vjen shumë keq që ka ndodhur kjo, më lejoni të them më fal, të paktën në emër tim nga ana ime për këto gjëra, nga këto gazetaruc që ekzistojnë në vend të brohorasim, në vend të mësojmë nga njëri tjetri, në vend të marrim më të mirën e njëri tjetrit, nuk e di pse ne shqiptarët kemi përdrejtë këtë zakon që nuk e lavdërojmë kur gjën e mirë, po për herë shaj. Kjo që do doja shumë që të përkraheshe Big Brother VIP Kosova këtë vit, jo vetëm këtë vit, ka pas edicione shumë të mira edhe të tjerët, por realisht këtë vit ka thyer çdo lloj rekordi të mundshëm. Duhet i themi bravo i qoftë, duhet i falenderojmë, duhet të mësojmë të punojmë me ta dhe pse s'bëjmë një Big Brother shqiptari e drejt ta haj me një shtëpi Big Brotheri që është midis dy kufive inexistent, një gjysmë shtëpi në Kosovë, një gjysmë shtëpi në Shqipëri, me shqiptar lojtar brenda, shqiptar të Shqipërisë dhe shqiptar të Kosovës, që është shumë e shëmtuar kjo drejt që na ka ndodhur dhe mos të shahemi njëri me tjetrin. Këto dy Big Brother shohim edhe shqiptarët nga Kosova, nga Shqipëria dhe mbi të gjitha kemi edhe shumë
Elton e mira është që kemi edhe shumë të rinj nga diaspora që të dyja i kanë si opsione dhe që dëshirojnë ta promovojnë metën. Edhe kjo është shumë e mirë. Elton, një gjë për këtë bigun tash që ti kthehemi me është aktual. Cili është realisht mendimi ose s'kom pyet për këtë raportin Miri Selin, do thotë, a je prej atyre që vërtet e sheh një lojë që vërtet ka diçka më shumë nga njëri tjetri, domethënë atë që ndjejnë, ka një lloj simpatie, një tërheqje, edhe a mendon që kjo do të jetë realisht dyshja finale dhe e fundit kush e fiton? Po dëgjoj. Absolut. Domethënë, e bukur si skenar është i bukur. Kjo që po thoni. Po nëse do merrem votat e publikut, kam përshtypjen dyshja finale që deri dje ishte Stenaldo Kristi, tash ka përqen Stenaldo Selin. Kushdo të fitojë pastaj është perfekt. Dëgjoj, po synohet të bëhet kjo që po thua ti. Edhe më vjen keq që po synohet të bëhet sepse po imponohet një lojë, nuk po zgjidhet një lojë. Dhe në moment që ti e imponon, nuk është e bukur. Miri e ka nisur si lojë, e pa që kishte audiencë, e pa që ishte kryefjalë çdo prajmi bashkë me Selin. Më pas u dashurua. Ajo deklarata e Mirit që unë dua drejt që ta haj edhe qante në dhomë të rëfimit është një deklaratë e ndjerë. Është një deklaratë që të ka bërë që të nxjerrësh lot dhe nuk mund të thuash pastaj të justifikohesh që të duash tjetër dhe të dashurojësh tjetër, se vetëm dje e ka mësuar këtë gjë që nga dy gjëra të ndryshme të dua dhe të dashuroj. Po vetëm në Shqipëri ndodhin këto lloj ndarjesh, edhe Miri kam përshtypjen është totalisht i dashuruar me Selin, ndërkohë që Selin nuk është. Ja, absolutisht. Shiko, femra dallohet, lexohet kur është e dashuruar. Tek Miri që është i dashuruar, se ka edhe shumë prej atyre që e mendojnë pikërisht të kundërtën e asaj që po thua ti. Çka ty të bën me? Ja të them unë, xhelozia e madhe që ai njeri ka kur shikon Selinën me dikë tjetër. Lotët që e ka deri në dhomë trafimit, ngacmimet që ai bën, mënyra se si e shikon. Tashti meshku jemi edhe neve. Ndim se si shikojmë një femër kur na pëlqen, kështu që dallohet shumë lehtë. Kush është lojtari që ti nuk e ke qef? Ndoshta për arsye loje gjithmonë po flasim në këtë edicion. Dëgjoj, për mua lojtari që nuk është lojtari mirë është ai që flet gjumë gjithë ditën. Ka plot aty njerëz që po flen gjumë. Mua më pëlqen Mali për qetësinë e tij, më pëlqen Rogerti për sharrnajen e tij, më pëlqen Selina për zgjuarsinë e saj. Më pëlqen Miri me këtë thojza ndjes për shprehjen, por për këtë budallikun e tij që po shkon nga pas. Ndjes, më pëlqen Gimbo për tipin e tij. Më pëlqen Greta për mënyrën e saj gazmore fani që ka. Më pëlqen Tani për atë naivitetin e tij dhe që i thot gjërat pa të keq, por që na bën të tërve për të qeshur. Pastaj Stenaldo patjetër që më pëlqen, Malin e thash, pastaj të tjerët për mua, Brikena më pëlqen, Mateo më pëlqen. Ka lojtar të mi, pjesa tjetër pastaj unë jam i mendimit të tërë duhet të dalin, çfarë nuk duhet fusin më banor, sepse aty vazhdojnë dhe do fusin përcëli banorë. Dhe ta mendosh që Big Brother VIP Shqipëria, se ti thësh afër fundit, po unë të them që nuk është fare afër fundit, se e ka edhe 1-2 muaj tjetër mbrapa. Do të zgjas më shumë se 3 muaj thua. Po. Big Brother VIP Shqipëria dje është deklaruar është dhe 45 ditë të tjera, por unë kam përshtypjen se do shtohet edhe një 15 Po. Të paktën nga informacionet që unë kam. Përndryshe edhe Gretës ishte shumë e bukur mbrëm që kishte të mirë që bëj diçka me anulu televotimin se është për finale. Shumë epike. Nuk e di, po mua ajo Greta më duket shumë epike sepse dhe ajo një lloj si Tani i thon gjërat pa i menduar për keq, edhe këpusin ca mufka që unë shkrihet. Nuk mendon që mundet me fitu Tani Big Brotherin? Për Tani do ishte mirë, po se besoj. Përndryshe edhe imitimet që po i bën te Portokalli i Gretës, nuk e di nëse i ke pa. Zot është njëjtë. Fenomenale. Eldonin, që mos të vi edhe ndonjë avion aty lart teje, po Po pra, më bëri përshtypje që na kaluan 2 këtu lart dhe shpresoj që të jenë po e përfundojmë këtë intervistë dhe në shtak. U merr mirë që sot po është kështu shumë pozitiv se zakonisht në këto lidhje direkte dhe në këto debatet. Jo, dëgjoj, unë kam vetëm një problem që shpesh herë keq kuptohen për këtë gjë. Kam një problem shumë të madh që kur jam në lidhje direkte, nuk më lejohet të flas. Dhe kjo gjëja kur unë bëj këtë ndërhyrje, sepse është shumë e vështirë kur je në studio dhe shumë e vështirë të viktu se të vijnë fjalët me vonesë. Kjo gjëja është ajo që më ka krijuar çik këtë. Edhe më krijon të njerëz sepse sa të them të keq kuptohen, më mirë, okay.
Po lëshoj vendin tim edhe ambienti jashtë po i bën më mirë. Dielli. Lidhje direkte jashtë. tash ti shiko, unë e di që ti do ta hidhje një kunj. Por më beso që më njëherë pas atij emisioni që ndodhi herë që kaloi, kam marrë Suzanën, kolegen tuaj, i kam kërkuar ndjes, por thashë e kam pas të pamundur të dëgjoj se çfarë thuash. Të ku e kuptueshme, kështu që ne bashkëpunimin e vazhdojmë. Shfrytëzoj atë një përballje Elton. Elton, apo e sheh ashtu sikur se Big Brother i fitohet edhe duke qenë pozitiv, edhe lidhjet direkte bëhen të mira duke qenë pozitiv. Dëgjoj, po shqyqy, po prandaj ma, shiko, neve jemi pozitiv. Ka një problem shumë të madh, që unë si gazetar që unë kam një problem shumë të madh me veten time, që përfundova dhe ashtu siç përfundova para ca kohësh. Unë kam një problem shumë të madh që nuk bëj pakt me jo të vërtetën. Dhe unë i them gjërat ashtu siç i mendoj, sepse dua që edhe publiku ku më dëgjon të jetë sa më afër meje dhe ta preki ose ta kuptoj qartë atë që unë them. Dhe për sa kohë jam i tillë dhe për disa njerëz nuk jam i pëlqyeshëm, s'ka gjë. Ta ndrojnë kanalin. Po ndodhe kundërta në fakt, sepse kur shikoj klikimet që janë shumë të larta, atëherë them që okay, ka interes për të dëgjuar sepse njerëzit duan që na dëgjojnë. Absolut. Elton, faleminderit shumë, të uroj ditë mbarë. Unë ju falenderoj juve për ftesën, jeni fantastik, mos harroni, jeni një nga kanalet që unë i shikoj këtu në telefon tek ajo që kam lërë ke Ndimi TV, se jeni aty, edhe jeni shumë të mirë, fantastik, ndonjëherë dhe kur e prishim neve me ato nervat tona, na e falni, na e kuptoni. Edhe rishimi së shpejti dhe njëherë edhe dhe aty në studio, se nuk zbëjmë jazeve. Nuk themi. Tu e te pru të thonë, unë falë, Elton vla, jeti. Hiqi syze të Shumë Elton, falenderit shumë, knalësi sot. Faleminderit, përshëndesim.